Do të ketë taksa që do të rriten dhe do të ketë taksa që do të ulen. Kjo është përgjigja e pyetjes e cila për ditë me radhë u kthye në një objekt debati publik lidhur me kushtet që do të shoqërojnë marrëveshjen e UA-s mes qeverisë dhe FMN-s. Lajmin e bën publik Ministri i Financave Shkëlqim Cani. Këto nuk janë që unë mund t'i shpall tani për arsye se ne jemi në konsultim të vazhdueshëm për modernizimin e sistemit fiskal në Shqipëri. Duke raportuar në komision detajet e kësaj marrëveshje, Ministri Cani tha se rritja e taksave të sugjeruara në raportin e FMN-s janë plani B i qeverisë në rast të një ecurie negative të ekonomisë. Në ekonomi ecet me suksese, por edhe në ndonjë rast, ose siç kishin 5 vitet e fundit, sodimima dhe me dështime. Dhe unë nuk dua kurrë që si Ministër Financash të ndodhem përballë një realiteti i papërgatitur për rrugëzgjidhje. Duke folur për marrëveshjen, ministri përmendi se kushtet e UA-s për 330 milion eurosh janë në linjë me programin e qeverisë për mirë administrim të taksave dhe tatimeve, si dhe ulje të kredive të këqija, por për opozitën, kjo marrëveshje do të ketë kosto shtesë për qytetarët pasi taksat do të rriten. Janë identifikuar rreth 10 taksa të reja, të cilat do të vendosen nëse efektet e paketës fiskale të miratuar në muajin fitor nuk do të jenë ato që ka pretenduar dhe ka kërkuar qeveria shqiptare. Dhe kjo është e sigurt tashmë që këto taksa dhe masa do të ndërmerren. Por një tjetër kusht i marrëveshjes është edhe reforma në sektorin e energjisë dhe atë të pensioneve. Gjendja në këto dy sektorë është konsideruar si alarmante nga Ministri Cani. Nëse situata e energjetikës degradon, natyrisht që është kosto për buxhetin, që do të thotë që do të jetë kosto për qytetarin shqiptar, sepse do të gryej ose në paga dhe pensione, ose në çmime më të larta. Marrja e kredis nga Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk është një lajm pozitiv për qeverinë, por ajo ishte rruga e vetme për t'i dhënë ekonomisë një frymarrje më të madhe.